Së bashku me nxënësit, ajo po i drejtohej njërit prej ambienteve më të veçanta të shkollës, atij të ushtrimeve të robotikës. Bëhet fjalë për mësuesen Shkurte Thaçi dhe nxënësit e ciklit të ulët nga klasa e parë deri në të 5-ën. Në këtë klasë plot ngjyra, mësuesja ka vendosur një hartë robotike, të cilën e ka krijuar posaçërisht për nxënësit që e kanë kthyer robotikën në pasion. Unë komendu me kriju një hartë e cila është e përbërë nga 12 segmente. Segmentet janë të ndara veç e veç, mirë po ne i kemi prerë dhe i kemi bashkuar që të krijohet një hartë. Komendu të krijoj diçka më kreative për ditën e shkollës, për respektin për shkollën tonë, po ashtu edhe për drejtorinë edhe udhëheqësit, sepse kemi ndihmë shumë të madhe nga ta, edhe gjithmonë na përkrajnë, na mbështetin për çdo gjë që e kemi, kështu që e kemi menduar që të krijojmë edhe diçka pak më ndryshe në kuadër të robotikës. Robotika mendoj që ndihmon nxënësit sepse jo vetëm në aftësi teknologjike, mirë po edhe në aftësitë në komunikim, në bashkëpunim me grupin e të tjera. Njohuritë që kishte fituar që në fëmijëri për teknologjinë i lehtësuan mësueses krijimin e kësaj harte robotike. Me që e kom pëlqy teknologjinë, atëherë kom fillu edhe vetë të krijoj harta. Nuk ka qenë e vështirë vetëm se është dashur segmentet të jenë në mënyrë të barabartë, po ashtu të prera në distancat e caktuara në mënyrë që të lëviz roboti në përvijat e zeza. Është pritë shumë mirë, sigurisht së pari e kom drejtu tek drejtoresha. Drejtoresha ka pritë shumë mirë këtë hartën, sepse ka menduar që do t'jetë diçka ndryshe nga herat e tjera. Edhe nxënësit e kanë pritë shumë mirë, edhe më njëherë kanë fillu me kërkesën time të punojnë edhe kodin në bashkëpunim me mua, dhe kemi bërë lëvizjen e robotit në për këtë hartë. Do ta shin edhe lëvizjen pastaj siç do ta bëjë roboti. Në hartë përfshihet logoja e shkollës, emri i shkollës dhe vendi në të cilën gjendet shkolla. Mësuesja Shkurte thot se vërej një interesim të madh të nxënësit për mësimet në fushën e robotikës. Sipas saj, ky interes është rezultati i kushteve të mira që ofron shkolla, si dhe kohës shtesë që kalon me nxënësit fal mësimit tërditor. Puna është shumë lehtësuese tani, me vetë faktin se kemi kabinetin e informatikës, po ashtu dhe mësimit tërditor na ka ndihmuar në këtë aspekt, sepse më herët e kemi pasur vetëm mësimin e rregullt dhe është dashur që nxënës të rinë pas mësimit, ndoshta në një orar më të gjatë dhe të punojmë, ndërsa tash tek pjesa e dytë e aktiviteteve jashtëkurrikulare, atëherë e bëjmë edhe ndërlidhjen me lëndën e teknologjisë, edhe i marrë nxënësit, punojmë bashkë me ta, edhe unë kam kohë të mjaftueshme, edhe në kohën që jam e lirë ose në pauzat që i kemi të drekës, edhe pauza që është zamra për kohën e frutave, atëherë nxënësit ndihen të gatshëm që atë pauzë ta shfrytëzojmë edhe për punën tonë me robotikë. Rezultatet dhe interesimin e nxënësve për mësim, mësuesja ndërlidh edhe me afërsinë që mësimdhënësit thotë se duhet ta krijojnë me ta. Nxënësit aktivitetet i presin me shumë kënaqësi, sepse ndryshon pak nga mësimi i rregullt, edhe asnjëherë nuk hezitojnë të vinë në aktivitete. Unë mendoj që së pari punën ose vendin e punës duhet shikuar si shtëpinë tënde, po ashtu nxënësit tanë duhet shikuar edhe si fëmijët tanë, edhe në mënyrën më të mirë të mundshme, kur i mendojmë si fëmijët tanë, atëherë edhe këta bën më të afërt me neve, duhet të trajtuar mirë, po ashtu duhet marrë punën me dëshirë, jo vetëm si obligim, sepse jo vetëm që ne mësojmë nga nxënësit.
Sapo mësuesja përfundoi hartën robotike, nxënësit filluan të krijonin kodet për ta vënë në funksion robotin, i cili do të lëvizte përgjatë saj. Ky robot ka mikrobitin atë, e cili vetëm e vendosemi ashtu. Ky është një bateri, ky është bateria e robotit ose rëndësishme, sepse nëse nuk është e vendosur bateria, nuk punon roboti. Ky është senzori ultrasonik, e cili, siç po shihni, është sytë e robotit. E kjo harta, ne kemi përpunuar hartën. Dhe kjo është për me ndezë robotin. Dhe kjo është për... Edhe kjo është, e cili është robot ndezë. Edhe ato dy butonat janë të rëndësishëm. Tani, po shikojmë nëse kjo po e ndjek vijën. Nëse roboti McQueen plus V2 po e ndjek vijën. Por, duhemi me kalibruar së pari. Pastaj ne po fillojmë me buton duke prekur të dyja butonët. Aktivitetet në fushën e robotikës për nxënësit e Nazim Gafurit janë pjesë e përditshme e procesit mësimor, me qëllim që ata të avancojnë në fushën e teknologjisë.